Assalamu alaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. तर्जुमा है इसका कि अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ. Përkthimi I këtij ajeti është: thirr drejt rrugës së Zotit tënd me urtësi dhe këshill të mirë dhe argumentoja në atë mënyrë që është më e mira. Sigurisht, është Zoti yt ai që di më së miri atë që devijojnë nga rruga e tij dhe po ai I di më së miri ata që janë të udhëzuar. Në Kuranin e Shenjtë, Allahu I Madhërisëm në këtë ajet dhe në shumë ajete të tjera ku urdhëron për tabligh, pra për të përhapur mesazhin e Islamit, ka dhënë udhëzim që të bësh tabligh, që tabliga të bëhet në mënyrën më të bukur dhe ka nxitur këshillimin e mirë në mënyrë që të ketë ndikim të tjerët dhe të sjellë dobi. Ata që veprojnë sipas këtij parimi, tabliga e tyre gjithmonë jep fryte dhe sjell rezultate. Me bekimin e Allahut ata korrin sukses në veprimtarinë e tyre. Prandaj, ky parim duhet të mbahet gjithmonë para syve. Sot, për shkak të rrjeteve sociale, njerëzit mendojnë se tabliga është shumë e lehtë. Ata që kanë dëshirë për tablig përpiqen ta bëjnë këtë punë me shumë entuziazëm. Ka edhe të tillë që shkojnë në vende publike, aty ku në disa shtete kjo lejohet, ndërsa në Pakistan për shembull as leje nuk ka dhe në përgjithësi tabliga publikisht nuk lejohet atje për ne. Kështu ata që kanë dëshirë për tablig përpiqen ta shprehin atë në këtë forma. Kjo është një gjë e mirë, por edhe tabliga ka kushtet dhe etikën e vet, të cilat duhen pasur gjithmonë parasysh. Përndryshe ndodhe kundërta dhe efekti bëhet negativ, ashtu siç ka thënë Allahu I Madhërisëm në këtë ajet. Prandaj, kjo çështje duhet kuptuar mirë dhe vetëm pastaj të bësh tablig. Disa njerëz përmes mënyrës së tyre të tabligës lënë ndikim negativ te të tjerët dhe në vend që të ketë efekt pozitiv ndodhe kundërta. Ndonjëherë, kjo u jep të huajve për atë tjerëve mundësi të bëjnë kritika ndaj xhamatit dhe ndaj mësimit të xhamatit, kritika që janë larg realitetit. Ka edhe njerëz që sapo hynë në këtë fushë dhe mendojnë se kanë argumente shumë të forta, por në të vërtetë nuk I kanë ato argumente, ose nuk arrin t'i bindin kundërshtarët, apo nuk janë në gjendje të japin prova të forta, atëherë bien në dëshpërim, ndërkohë nuk ka vend për dëshpërim, sepse me bekimin e Allahut ne kemi argumente të forta. Çështja është se ndonjëherë dikush nuk ka dijen e mjaftueshme për to, ose nuk di t'i shpjegojë. Xhamati Ahmedia, me bekimin e Allahut,
flet gjithmonë me urtësi, me hikma, siç thot ajeti i Kuranit, dhe me argumente. Dhe këtë e bën sipas mësimit që Allahu i Madhërisëm i ka dhënë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në Kuranin e shenjtë, dhe sipas asaj që vetë profeti sallallahu alaihi wasallam e ka zbatuar në praktik. Prandaj duhet të kesh gjithmonë parasysh se tabliga që bëjmë duhet të jetë në formën më të bukur. Njëherë Hazrat Mesiu i premtuar alayhis salam në lidhje me tabligën ka dhënë një udhëzim, pra një udhëzim shumë të rëndësishëm. Ai ka thënë: "Më është bërë pyetja se çfarë duhet bërë për përhapjen e mësimit të Islamit në Amerikë dhe në Evropë. Më thanë, a është e përshtatshme që disa muslimanë që dinë anglisht të shkojnë në Evropë dhe në Amerikë dhe përmes predikimit dhe thirrjes publike tua paraqesin njerëzve qëllimet e Islamit. Ata e dinë gjuhën, le ta bëjnë tablig." Ai thot: "Por unë në përgjithësi nuk do t'i përgjigjem gjithmonë me po kësaj pyetje. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Siç ka thënë ai, vetëm njohja e një gjuhe apo të qenë i arsimuar në një gjuhë të huaj nuk do të thotë automatikisht njohja e fesë. Por për këtë të fundit nevojiten edhe shumë kushte të tjera, ka nevojë për thellim të dijes, ashtu siç ju thash më herët." Edhe këtu, në vende të ndryshme, njerëzit bëjnë tablig, por nuk janë në gjendje të japin kundërshtarëve përgjigje të plota, sepse nuk kanë dije të plotë. E njëjta gjë ndodh edhe në rrjetet sociale, siç ju thash më herët. Prandaj, çdo thirrës drejt Allahut, pra dai ilallah, dhe çdo njeri që ka dëshirë për tablig, duhet së pari ta shtojë dijen e tij. Duhet t'i mbledh kundërshtimet, përgjigjet për to. Zakonisht gjenden në literaturën e xhamatit, nëse nuk i gjen dot aty, ta kontaktojë ekipin e tabligës që është formuar në atë vend dhe të mësojë prej tyre, duke marrë ndihmë nga ata që kanë dije. Siç ka thënë edhe Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam, unë nuk do të përgjigjem me po kësaj pyetje gjithmonë. Mëtej ai thot, unë as pak nuk e shoh të përshtatshme që njerëz që nuk janë plotësisht të njohur me mësimet e Islamit, që janë krejtësisht të pavetëdijshëm për bukuritë e tij të larta dhe që nuk kanë zotërim të plot mbi përgjigjet ndaj kritikave të kohës së sotme dhe që nuk janë të mësuar nga shpirti i shenjtë të shkojnë si përfaqësues tan. Pra, edhe kjo është shumë e rëndësishme, që predikuesi duhet të ketë edhe lidhje të fortë me Allahun e Madhërisëm dhe të jetë i mësuar nga shpirti i shenjtë, në mënyrë që Allahu pastaj ta ndihmojë. Mesiu ibn Islam thot, nuk mund të ndodhë që njerëz të tillë të shkojnë si përfaqësues tan. Ai shton, sipas mendimit tim, dëmi i një veprimi të tillë është më i madh dhe më i shpejt se dobitë e tij, përveç se nëse Allahu dëshiron ndryshe. Domethënë në përgjithësi përfitimi është i vogël në këto raste, ndërsa dëmi është më i madh. Ndonë se në raste të rralla mund të ndodhë edhe ndonjë dobi. Prandaj, një misionar dhe një thirrës drejt Allahut duhet ta ketë gjithmonë parasysh se tabliga ka shumë kërkesa dhe kushte që duhet të plotësohen. Vetëm atëherë tabliga mund të bëhet në mënyrën e duhur dhe mund të jap rezultate. Sa i përket tabligës, pra përhapjes së fesë islame, gjëja e parë që duhet ta kemi gjithmonë parasysh është se Islami është feja e vetme dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është profeti i vetëm që ka sjell në botë mesazhin e Allahut për mbar njerëzimin. Allahu i Madhërisëm e ka dërguar atë si Bashir dhe Nazir, pra përgëzues dhe paralajmërues për të gjithë njerëzit, për të gjitha kombet dhe për të gjithë botën. Megjithatë, nëse shohim historinë deri më sot, konstatojmë se edhe sot numri i muslimanëve në botë është më pak se 1/4 e popullsisë së botës. Cila është arsyeja për këtë? Arsyeja është se tabliga, pra thirrja drejt Allahut, nuk është bërë me urtësi, nuk është bërë me hikma, me urtësi dhe mesazhi nuk është përcjell në mënyrën e duhur. Shumë muslimanë mendojnë se përmes xhihadit do ta përhapin mesazhin e Islamit, ndërkohë që leja për xhihadin me armë u dha vetëm atëherë kur armiku të sëlmon,
Kur muslimanëve ju lejua gjihadi dhe ngritja e shpatës, kjo ndodhi vetëm në atë kohë kur jo besimtarët dhe jo muslimanët sulmuan islamin me qëllim që ta shkatëronin dhe ta asgjësonin atë. Atëherë Allahu i Madhërisht në surën Al-Hajj tha: "Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir." Domethënë atyre që janë sulmuar u lejohet që të mbrohen sepse u është bërë padrejtësi. Një mend, Allahu është i plotfuqishëm që t'i ndihmojë ata. Sa premtimi i madh është ky. Pastaj historia është dëshmitare se Allahu i Madhërisht i ndihmoi ata. Pra, leja për luftë u dha vetëm për shkak të padrejtësisë që u ishte bërë. Ndërsa sot koha nuk është koha e një gjihadi të tillë. Sot nuk po zhvillohen luftra në emër të fesë. Edhe nëse ndaj disa muslimanëve po bëhen padrejtësi në disa vende me justifikime të ndryshme, shkaku nuk është thjesht feja. Allahu i Madhërisht dhe vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjihadin nëpërmjet Kuranit të shenjtë e kanë cilësuar si gjihadin e madh, pra gjihadil akbar, gjihadi kebir. Kjo është gjendja e përgjithshme e muslimanëve për shkak të së cilës edhe sot muslimanët përbëjnë më pak se 1/4 e popullsisë së botës. Këtë fakt duhet ta kemi gjithmonë parasysh edhe të kuptojmë përgjegjësitë tona. Ne që kemi bërë bejat, pra beslidhje me Hazret Mesiun e premtuar alayhis salam, pra kemi lidhur beslidhje me të, kemi detyrimin që të krijojmë lidhje të fortë me Allahun e Madhërisht, të përvetësojmë mësimet e Allahut dhe duke vepruar sipas tyre t'ia përcjellim këto mësime edhe botës. Disa ka njerëz pra që punojnë me qëllim të mirë, siç ju thash më herët, por ose nuk kanë dije të mjaftueshme ose nuk e kanë arritur atë nivel të lidhjes me Allahun që duhet të ketë një thirrës drejt Allahut, pra dai ilallah, dhe si pasojë dëshpërohen. Kjo duhet pasur parasysh gjithmonë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka dhënë udhëzime të qarta për tabligh, për të thirrur të tjerë drejt Islamit. Në transmetime gjenden shumë hadithe. Një rrëfim vjen nga Hazret Ibn Abbasi, i cili thot: na është urdhëruar që të flasim njerëzve sipas nivelit të tyre mendore. Gjëja e parë është kjo: njerëzve duhet të flasësh sipas aftësive të tyre mendore, sipas dijes, natyrës dhe fesë që ndjekin. Për shembull, nëse do të flisni muslimanëve për ardhjen e Hazret Mesiut të premtuar alayhis salam, këtë duhet ta bëni përmes Kuranit, përmes haditheve dhe përmes librave të dietarëve të tyre. Në lidhje me ata që bëjnë tabligh, pra që thirrin të tjerë drejt Islamit, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka theksuar edhe një pikë tjetër dhe shumë të rëndësishme në një hadith të gjatë, tha: ruhu nga mallkimi i të shtypurit. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme për ata që ftojnë të tjerët në Islam. Morali i tyre duhet të jetë gjithmonë i lartë, standardi i respektimit të drejtave të njerëzve të jetë i tillë që ata kurrë të mos shkaktojnë mallkimin e një të shtypurit, por gjithmonë të jenë ata që marrin lutjet e tij. Atij që merr lutjet e të shtypurve, Allahu i Madhërisht ja bekon punën. Sepse, siç është thënë, mes lutjes së të shtypurit dhe Allahut nuk ka pengesë. Këtë parim duhet ta kemi parasysh gjithmonë. Duke shpjeguar fjalët e ajetit që mau'izatul hasana, domethënë këshill të mirë, në ajetin e përmendur, pra Hazret Mesiu premtuar alayhis salam thot në një vend: Allahu na ka bërë obligim që akuzat e rreme të kundërshtarëve t'i largojmë me urtësi dhe me këshill të mirë, dhe Allahu e di se ne duke u dhënë përgjigje kundërshtarëve kur nuk kemi hequr dorë nga butësia dhe qetësia. Ai shpjegon gjendjen e tij dhe thotë se gjithmonë është përgjigjur me butësi dhe maturi dhe se ky ka qenë gjithmonë parimi i tij. Thot Allahu është dëshmitar për këtë. Ky është pra metoda që duhet ta ndjekim për tabligh, pra për të ftuar të tjerët drejt Islamit. Ata që gjatë thirrjes fillojnë të përdorin gjuhën e kundërshtarit, ndonjëherë nga zemërimi, duhet ta mbajnë mend
se biseda jonë për tabligh duhet të qëndrojë brenda kufive të moralit. से नहीं दिया Kundërshtarët përdorin gjuhë të padenj sepse nuk kanë argumente. हाल फरमा रहे हैं Por nëse edhe ne përdorim gjuhë të padenj, do të thotë se as ne nuk kemi argumente. यही है मेरा असूल है और अल्लाह ताला Disa thonë se Hazrat Mesihu premtull Islam ka përdorur edhe gjuhë të ashpër. से काम लिया Spari, siç u shpjegua, ai nuk ka përdorur gjuhë të padenj. प्यार करना चाहिए Dhe aty ku ai ka përdorur fjalë të forta, ai vetë ka shpjeguar se pse ka thënë. Tha vetëm në raste të veçanta, kur nga ana e kundërshtarëve janë botuar shkrime jashtëzakonisht të këqija dhe nxitse të fitnes, kam përdorur një farë ashpërsie të mençur, vetëm me qëllimin që njerëzit duke marrë një përgjigje të tillë të qetësojnë vullin e tyre të egër, pra edhe këtu qëllimi ishte i mirë. Tha, kjo ashpërsi nuk ishte as nga vrulli personal, as nga zemërimi, por u përdor thjesht si një strategji prej urtësie duke vepruar sipas ajetit wajadilhum billati hiya ahsan, do të thënë argumentuja në atë mënyrë që është më e mira. Thot, ai shpjegon se kjo nuk ishte për shkak të ndonjë mlefi personal, सूरत के por për të dhënë mësim dhe për të frenuar reagime të dhunshme në mënyrë që muslimanët të mos marrin hapa të gabuar. इस गरज से हमने Ai thekson se kjo ndodhi vetëm atëherë तरह से अपना kur kundërshtarët kaluan çdo kufi, नियत यहाँ भी नहीं duke përdorur gjuhë fyese जोश से dhe të ndyrë ndaj Islamit बल्कि महज dhe ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam deri në atë mas पर अमल sa rrezikohej prishja e rendit publik. इस्तेमाल में लाई गई Kështu, Hazrat Mesihu premtull Islam i ndaloi antarët e xhamatit सबक देने के लिए nga përdorimi i gjuhës të ashpër dhe i këshilloi të flasin me butësi, ताकि siç veproi edhe vetë me përjashtim të disa rasteve, मुसलमान भी kur për shkak se kundërshtarët kaluan çdo kufi. मार धाड़ पर ना आ जाएं Dhe edhe në ato raste, ai nuk përdori gjuhë fyese, उस वक्त por ju referua vetëm historisë dhe fakteve të kundërshtarëve. और बस Pra, के इंतहा पर Mesihu premtull Islam ka përdorur gjuhë të ashpër vetëm atëherë kur kundërshtarët kaluan çdo kufi duke fyer profetin sallallahu alaihi wasallam जब इस्लाम dhe duke përdorur gjuhë të ndyrë ndaj Islamit dhe ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Por antarët e xhamatit i këshilloi बस जुबानी të flasin me butësi dhe të mos e përdorin këtë ashpërsi. Dhe Mesihu premtull Islam edhe duke përdorur gjuhën e ashpër ju referua vetë fesë dhe historisë së tyre. से गंदे और Në shpjegimin e këtij ajeti, के करीब था कि उससे नक्श Hazrat Mesihu premtull Islam thot gjithashtu se për ne në Kur'anin e Shenjtë ekziston urdhri wala tujadilu ahl al-kitabi illa billati hiya ahsan, do të thënë është ajeti i surës Al-Ankabut thot debato me hithtarët e librit vetëm me argumentin më të mirë. मैंने ये अल्फाज Dhe mëtej ai përmend edhe ajetin ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. उनकी तरह गालियां Kuptimi është se edhe me të krishterët duhet të debatosh me argumentin më të mirë, शायद की në mënyrë të dobishme, me urtësi dhe me këshill të sinqert në mënyrë që tu sjellësh dobi. Ky është parimi për çdo kënd që dëshiron të bëjë tabligh, pra që dëshiron të ftojë të tjerët drejt Islamit. सूरह अनकबूत की Pavarësisht nëse ka përballë hebrejnë, të krishterë, hindu apo edhe ata muslimanë që sot nuk e pranojnë Hazrat Mesihun premtuar Islam. कि अल्लाह ताला का ये भी हुक्म है Kurse metoda उदो që të provokojmë të tjerët ose të bëjmë nxitje fetare qoftë duke përdorur mjetet ligjore apo shtetin, është metodë e gabuar dhe nuk i shërben as pak जो मुफीद qëllimit ton të vërtet, से मुजादला thot Mesihu premtuar Islam. Thot, कीमाना kjo metodë u përket materialistëve कारबंद होना चाहिए që luftojnë dhe konfliktohen për këtë botë. असूल हर मजहब के Metodë të cilën ata muslimanë që janë njohjes të vërtet të Zotit nuk e pëlqejnë kurrë, sepse kjo metodë nuk mund të shkaktojë dot dobi dhe udhëzim për njerëzimin. को मुसलमान नहीं मानते मुसलमानों में से उनको Edhe Hazrat Muslim Audi radhiyallahu anhu e ka shpjeguar në tafsir e Kabir ajetin që thot thirr drejt rrugës së Zotit tënd me urtësi dhe këshill të mirë. Ai thot se sipas gjuhës dhe fjalorëve të ndryshëm, fjala hikma ka disa kuptime. Njëri prej tyre është hilm, domethënë durim dhe qetësi.
si dhe të flasësh me butësi dhe duke përdorur arsyen. Allahu i Madhërisëm thotë se ai që nuk vepron kështu, nxehet shpejt, zemërohet dhe humb kontrollin. Dhe një njeri i tillë nuk mund t'ia shpjegojë tjetrit temën siç duhet. Një kuptim tjetër i fjalës hikma, sipas fjalorit, është edhe profetësia. Sipas këtij kuptimi, domethënia e ajetit është që të ftosh njerëzit drejt fesë me ndihmën e fjalës hyjnore. Pra të përdorësh fjalën që Allahu i Madhërisëm ka dhënë dhe argumentet që vetë Kurani i Shenjtë ka paraqitur. Nuk duhet të trillosh apo të shpikësh gjërat nga vetja. Ai e tha këtë me shumë keqardhje, duke shprehur se sikur muslimanët ta kishin kuptuar këtë sekret, do ta kishin mposhtur judaizmin dhe krishterimin me argumente. Ai thotë se arma jonë është Kurani i Shenjtë, për të cilin Allahu i Madhërisëm thotë wajahidhum bihi, pra me këtë Kur'an dil për xhihad ndaj botës. Por për fat të keq, sot muslimanët i kanë në dorë shumë gjëra të botës, pasuri, tregti, shumë shtete, madje 54 vende janë shtete islamike, por pikërisht shpatën e Kuranit nuk e kanë, për të cilën Allahu i Madhërisëm ka urdhëruar ta përdornin, domethënë shpatën e argumenteve të Kuranit për tabligh. Me këtë mënyrë, xhihadi që duhej bërë për të përhapur mësimin e Islamit nuk është bërë siç duhej. Hazret Musleh Maudi, pra Hazret Kalifi i dytë, shton se sipas gjuhës arabe një kuptim tjetër i fjalës hikma është që të largosh padijen. Sipas këtij kuptimi, domethënia e ajetit është që të flasësh në një mënyrë që tjetri ta kuptojë dhe atij t'i largohen keq kuptimet. Pra fjala jote duhet të jetë e tillë që të zhduk padjenin, pra, dhe të jetë në përputhje me nivelin e të kuptuarit të bashkëbiseduar. Në hadith gjithashtu thuhet, na ka urdhëruar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam që të flasim njerëzve sipas nivelit të tyre. Këtë hadith ju përmenda edhe më herët. Disa njerëz mbajnë ligjërata dhe përdorin terma të rëndë e fjalë të mëdha për të krijuar përshtypje, vetëm pra thjesht për të krijuar përshtypje. Me këto fjalime ndoshta krijohet një farë frike apo madhështie te njerëzit e thjesht, por realisht ata nuk përfitojnë asgjë. Kështu ndodh rëndo. Kur flasim me të tjerët ose ndonjëherë edhe me dietar, përdorin këtë lloj gjuhe. Por nëse flasim kështu, është e mundur që as ata të mos përfitojnë, ndërsa masa e gjerë nuk e kupton as pak thelbin, sepse humbin vetëm në lojë fjalësh. Nëse gjërat shpjegohen me gjuhë të thjeshtë, ka shumë mundësi që mes dëgjuesve të ketë njerëz që ta kuptojnë më lehtë dhe t'i kushtojnë më shumë vëmendje asaj që thuhet. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu gjithashtu thot se sipas fjalorit, fjala hikma gjithashtu do të thot fjala që është në përputhje me të vërtetën. Sipas këtij kuptimi, domethënia e ajetit është që të thuash atë që është e vërtetë dhe që është në përputhje me faktet. Disa njerëz me mendimin se po thrasin drejt fesë së vërtet, thon edhe gjëra të pasakta, duke bërë tabligh, pra duke thirrur të tjerët drejt Islamit, hiperbolizojnë gjërat, ndërkohë në tabligh nuk ka nevojë për asnjë lloj egzagjerimi. Duhet të paraqesësh mësimet e Kuranit të Shenjtë, hadithe dhe fjalët e Hazret Mesihut premtuar Islam, dhe të bësh tabligh të saktë dhe pastaj çështjen t'i lësh Zotit. Hazret Kalifi i dytë i xhamatit thotë se është mënyrë e gabuar të thuash gjëra të pasakta. Përballë kundërshtarit, duhet të thuash gjithmonë të vërtetën, duke dashur udhëzimin e tjetrit. Vetë nuk duhet të devijosh nga rruga e drejtë, siç thot Allahu i Madhërisëm, la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Nuk mund t'ju dëmtojë ai që devijoi nëse e keni marrë udhëzimin, thot Allahu në Kur'an. Pra, do të thot, largimi i tjetrit nga udhëzimi nuk të sjell ty dëm, nëse ti qëndron në udhëzim. Andaj ruajini veten. Mos thuaj diçka që është mëkat ose që është gënjeshtër me justifikimin se do të udhëzosh tjetrin. Kur përplaset udhëzimi yt me udhëzimin e tjetrit, atëherë duhet të mendosh për udhëzimin tënd dhe udhëzimin e tjetrit t'ia lësh Zotit, sepse Zoti nuk e pëlqen që një besimtar të bëhet jo besimtar në këmbim që një jo besimtar të bëhet besimtar me mjete të gabuara.
ai dëshiron t'i udhëzojë njerëzit në mënyrë të drejtë. दूसरे की गुमराही तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी. Duke shpjeguar më tej fjalën hikma, Hazrat Muslim Maudi përmend edhe një kuptim tjetër nga fjalori. Tha, ku vendos sipas vendit. Sipas këtij kuptimi, domethënia e ajetit është se gjatë tabligës duhet folur me maturi dhe në mënyrë të përshtatshme. Nëse ekziston rreziku që një argument i caktuar yti e provokon kundërshtarin dhe zemron atë, ekziston frika se ai nuk do ta dëgjojë fjalën tënde. Atëherë nuk është e përshtatshme që ta nxitesh pa nevojë. Sill argumente të tjera, të cilat ai mund t'i dëgjojë me qetësi. Pra, para se të flasësh, duhet të njohësh natyrën dhe temperamentin e tjetrit. Nëse e provokon pa arsye, një tabligë e tillë nuk do të sjellë asnjë dobi. Vetëm për të treguar veten, për të thënë se ne jemi të vërtet, Mesiu premtuar është i vërtet, Islami është i vërtet, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është i vërtet profet për të gjithë botën. Nëse këto thuhen pa argumente, ato vetëm se do të shkaktojnë reagim. Duhet folur me hikma, që njerëzit, pra me urtësi, që njerëzit edhe ta kuptojnë atë që dëshiron ta thuash. सुन सके. गोया बात करते वक्त पहले मिजाज शनासी कर लो. अगर तुम उनको खामखा भड़काओगे तो ऐसी तबलीग का कोई फ़ायदा नहीं होगा. महज अपनी बड़ाई बयान करने और ये बताने के लिए कि हम सच्चे हैं, मसीह मौद सच्चे हैं. Kjo është pra bukuria e këtij udhëzimi që Allahu i Madhrishëm me shumë pak fjalë ka përmbledhur të gjitha parimet e tabligës, të gjitha taktikët e tabligës. Kjo është metoda që nëse ata që bëjnë tabligë e ndjekin, atëherë inshallah do të shohin edhe sukses. Fjalët al-mau'izatul hasana, që do të thotë ajo fjalë që i zbut zemrat dhe lë gjurmë të thellë të to. Me këtë këshill muslimanëve u është tërhequr vëmendja që të mos mjaftohen vetëm me argumente të thata. तो इंशाल्लाह कामयाबियां भी मिलेंगी. Sot, kjo është detyra e xhamatit Ahmedia që ta përcjell वो कलाम जो दिलों në botë mesazhin e Islamit, jo thjesht me argumente të thata. कोई तवज्जो दिलाई है. Me këdo që flisni, qoftë si kundërshtar apo bashkëbisedues, ti shpjegoni se feja nuk përbohet vetëm nga argumente të thata, por ka edhe shumë aspekte dhe këshilla praktike që duhen zbatuar. हर एक जिससे Më pas Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thot, duhen përdorur edhe fjalë që prekin ndjenjat, por gjithmonë së bashku me hikma, pra me urtësi, dhe mau'izatul hasana, pra këshill të mirë. नहीं है. Dhe se përdorimi i fjalës hasana tregon se nuk duhet të ngjallen ndjenja të rreme siç bëjnë sot disa dietar të paditur, të cilët i nxisin njerëzit pa arsye kundër së vërtetës. Fjalët wajadilhum billati hiya ahsan, argumentoja në atë mënyrë që është më e mira, tregojnë se edhe gjatë debatit duhet pasur parasysh që nga të gjitha argumentet të vendosësh në qendër atë që është më i forti dhe më themelori, ndërsa argumentet dytësore ti përdorësh si argumente mbështetëse, sepse nëse një argument dytësor bie, kjo nuk e dobëson argumentin kryesor. Por nëse argumenti kryesor është i dobët, atëherë argumentet mbështetëse më të forta nuk sjellin dobi. और बुनियाद Më pas, Allahu i Madhrishëm thot: Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pra në ajetin që u ricitua në fillim, thot sigurisht është Zoti yt ai që di më së miri atë që devijojnë nga rruga e tij dhe po ai i di më së miri ata që janë të udhëzuar. कि इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा आलमु. Kjo tregon se detyra jonë është të vazhdojmë tabligën, pra përhapjen e mesazhit në mënyrën më të mirë. Nëse njerëzit nuk e pranojnë, nuk do të thotë me dojë mos që nuk dini të bëni tabligë ose dhe si pasojë të dëshpëroheni. Mundet që në tabligën tonë të mos ketë asnjë mangësi, por zemra e bashkëbiseduesit të jetë e mbuluar nga një ndryshk i tillë i mëkateve, saqë Allahu i Madhrishëm të mos ia hap derën e udhëzimit. Prandaj duhet jemi të përkushtuar vazhdimisht në tabligë. Kjo është thelbësore. Detyra jonë është të bëjmë tabligë, ndërsa rezultati dhe ndikimi të tjetri janë punë të Zotit Madhrishëm. के दिल पर उसके गुनाहों का Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam thot se shumë mulla dhe njerëz që e quajnë veten dietar ngjiten në mimber dhe duke e konsideruar veten zëvendës të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe trashëgimtar të profetëve, mbajnë predikime. Ata flasin kundër mendjemasisë, mburjes dhe veprave të këqija, por për gjendjen e tyre dhe për veprimet që vetë i bëjnë, mjafton të shikosh se deri në çfarë mase fjalët e tyre ndikojnë në zemrat e njerëzve. Sa ndikim kanë ato të njerëzit në mënyrë
me natyrë të mirë. Prandaj nëse fjalët e këtyre mullave nuk kanë ndikim në zemrat tuaja, atëherë shikoni gjendjen tuaj. Nëse edhe ju flisni në të njëjtën mënyrë, çfarë ndikimi do të kenë fjalët tuaja? Nga kjo kuptohet se nëse dikush dëshiron të bëjë tablig, pra të përhap mesazhin e Islamit, ai duhet së pari të rregullojë veprat e tija dhe të krijojë lidhje të fortë me Allahun. Vetëm atëherë thirrja e tij do të jetë e drejtë dhe suksesshme dhe e dobishme. Mëtej ai thotë se po të kishin këta njerëz dhe fuqi praktike dhe po të vepronin vetë përpara se të flisnin, atëherë pse do të kishte nevojë që Allahu të shpallte në Kur'an lima taquluna ma la taf'alun? Domethënë pse thoni atë që nuk e bëni? Vetë ky ajet, thot Mesihu Premtuar Islam, vetë ky ajet tregon se në këtë botë kanë ekzistuar, ekzistojnë dhe do të ekzistojnë edhe në të ardhmen njerëz që flasin por nuk veprojnë. Kjo është dëshmi se ka njerëz që kur bëjnë tablig, pra kur predikojnë për fenë islami, i bindin të tjerët me argumente, por kur njerëzit shohin veprat e tyre, largohen prej tyre. Prandaj, nëse dëshironi të bëni tablig, duhet të barazoni fjalën me veprën. Vetëm atëherë thirrja juaj do të jetë e suksesshme dhe do të ketë bekime prej Zotit. Hazrat Mesihu Premtuar Islam gjithashtu thotë, mbajini mirë mend këto fjalë. Nëse fjala juaj nuk buron nga zemra dhe nëse nuk ka forcë praktike, ajo nuk do të ketë ndikim. Pikërisht nga kjo kuptohet vërtetësia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse suksesi dhe ndikimi në zemra që ai arriti nuk ja gjen dot shembullin në historinë e njerëzimit. Kjo ndodhi sepse mes fjalës dhe veprës së tij kishte përputhje të plotë. Prandaj, nëse duam të bëjmë tablig të suksesshme dhe ta përcjellim mesazhin e Islamit siç duhet, këtë rrugë duhet ta ndjekim sipas mësimit të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të veprojmë dhe të krijojmë lidhje të veçantë, kontakt të veçantë me Zotin e Madhërisëm. और ये सब इसलिए हुआ कि आपके कौल और फेल में पूरी मुताबिकत थी. Pastaj duke shpjeguar më tej fjalën pse thoni atë që nuk e bëni, Hazrat Mesihu i Premtuar alayhis salam thot në një vend tjetër, besimtari nuk duhet të jetë dy fytyrësh. Gjithmonë mbajini fjalën të njësuar me veprën, ashtu si sahabët që treguan këtë në jetën e tyre. Edhe ju duhet të ecni në gjurmët e tyre dhe të shfaqeni shembuj të sinqeritetit dhe besnikërisë. Vetëm atëherë do të ketë tabliga juaj do të sjellë bekime. Pra nuk mjafton të thuash sot nga që kemi media mund të bëjmë tablig sepse me këtë mënyrë nuk dalin rezultate të vërteta. Duke shpjeguar fjalët wajadilhum billati hiya ahsan, ai thot se këshillimi duhet bërë me gjuhë. Një ide e shprehur në mënyrë mund të bëjë dikë armik, ndërsa e shprehur në një mënyrë tjetër mund të bëjë mik. Fjalët janë të njëjta, çështja është e njëjtë, por mënyra e të shprehurit ndryshon rezultatin. Nëse flitet ashpër, krijohet armiqësi, nëse flitet me butësi, krijohet miqësi. Prandaj, duhet vepruar sipas wajadilhum billati hiya ahsan. Pikërisht në këtë mënyrë të folurit Allahu e ka quajtur hikma. Dhe për këtë ai thot: "Yu'til hikmata man yasha." Ai ja jep urtësinë kujt të dojë. Ai gjithashtu thot, për mbrojtjen e Islamit dhe për shfaqjen e së vërtetës së tij, gjëja e parë dhe më e rëndësishme është që të tregoni shembullin e muslimanëve të vërtetë. Kjo është pika e parë. Nuk është ndonjë merit e veçantë që kemi bërë tablig ose që kemi përcjell mesazhin. Krahas përcjelljes së mesazhit, duhet të shikojmë edhe se çfarë ndryshimi kemi sjellë në gjendjen tonë. Nuk mjafton vetëm të thuash se jemi pjesë e xhamatit musliman Ahmedia. Kemi bërë tablig dhe se emri ynë është përfshirë mes thirrësve drejt Allahut, pra dai ilallah. Jo, ai thot se gjëja e parë është të tregoni shembullin e muslimanëve të parë, të vërtetë, dhe e dyta është të përhapni bukuritë dhe përsosmëritë e këtij mësimi në botë. Pra, kur të bëheni vetë shembull, atëherë përhapeni mesazhin. Atëherë do të shihni se çfarë ndryshimesh ndodhin. Ndryshime që njerëzit e pasur nuk kanë mundur t'i sjellin, do t'i sillni ju. Ai thot gjithashtu se ata që bëjnë tablig për disa ditë dhe pastaj mendojnë se nuk ka dalë ndonjë rezultat,
duhet ta kuptojnë se kur të flisni shkurt dhe qartë, duke thënë gjërat thelbësore. Shumë debate nuk sjellin dobi. Ndonjëherë një fjali e shkurtër e thënë në momentin e duhur, hyn drejt për drejt në vesh dhe lë gjurmë. Pastaj kur të vi rasti, mund të vazhdohet përsëri. Pra, në këtë mënyrë, tabliga është e vazhdueshme. Mesazhi i së vërtetës ta përcjellësh gradualisht dhe nuk duhet të ndihesh i lodhur. Detyra jonë është të mos lodhemi pra. Nuk mjafton që një ditë të hapim një stend apo kamp dhe pastaj ta quajmë të mbaruar punën. Jo. Sepse sot dashuria për Allahun dhe lidhja me të konsiderohet çmenduri. Nëse sahabët sot me sipërm të selam, nëse sahabët do të jetonin sot, njerëzit do t'i quanin të marr dhe do t'i akuzonin për qafir. Shumë fjalë, shkujdesje dhe shqetësime të tepërta për këtë dynja ja ngurtëson zemrën njeriu dhe atëherë fjala jote ndikon me shumë vonesë. Sot njerëzit janë shumë më të zhytur në botë sesa në kohën kur ka folur Hazrat Mesih për të Islam. Prandaj nuk duhet të mendojmë se qëllimi ynë është të bindim filan hoxh ose filan dietar duke u polemizuar me të. Qëllimi ynë është që mesazhi i Islamit të vërtet të arrijë në botë dhe që bota të bindet se në këtë kohë ardhja e Mesihut të premtuar alayhis salam ishte e caktuar dhe ai ka ardhur. Në vend që të humbasim kohë me debate dhe pyetje përgjigje të gjata, duhet të përqendrohemi te tabliga dhe të shohim se si mund t'u përcjellim mesazhin e së vërtetës sa më shumë njerëzve dhe t'i ndihmojmë në përmirësimin e tyre. Kështu kanë vepruar edhe sahabët e nderuar. Por sot nga që njerëzit janë të zhytur thellë në shqetësimet e dynjas, është bërë e vështirë t'i bindesh. Andaj duhet të bësh me shumë urtësi këtë punë. Nëse paraqesim modelin personal, vetvetiu njerëzit do të interesohen për ne. Pra sërish na duhen vepra personale. Duke dhënë një shembull nga jeta e tij, Hazrat Mesih ibn Salam thotë se një taksambledhës debatonte vazhdimisht me të, ai e këshillonte, pra Mesih ibn Salam e këshillonte, ndërsa tjetri vetëm e tallte. Por ai thotë se nuk e la. Vazhdoi të këshillonte dhe i thoshte se nuk do ta linte pa e këshilluar. Ndoshta ai kishte parë te ky person diçka pozitive. Ai thotë se duke këshilluar vazhdimisht, erdhi një kohë kur ai njeri filloi të qante me denes para meje dhe më kërkoi falje. Ai që më parë tallej dhe përqeshte, tani kishte filluar të qante. Nga kjo ai nxjerr mësimin se ndonjëherë një njeri që duket i prap, në të vërtetë është i mirë, por duhet të kërkosh qasje të duhur. Ai thotë se duhet mbajtur mend se për çdo dry ka një qeles. Edhe për fjalën ka një qeles. Dhe ai është mënyra e përshtatshme e të folurit. Ashtu siç ilaçet janë të ndryshme për sëmundje të ndryshme, po ashtu edhe fjala e shprehur në një mënyrë të caktuar mund të jetë e dobishme për një person të caktuar. Nuk është e drejtë që të gjithëve të flasësh njësoj. Ai thotë se ai që flet duhet të mos mërzitet nga fjalët e këqija të tjerëve, por të vazhdojë punën e vet dhe të mos lodhet. Natyra e njerëzve të pasur është e ndjeshme dhe ata shpesh, thot Mesih ibn Salam, ata shpesh janë të zhytur në botë. Ata nuk mund të dëgjojnë shumë fjalë. Andaj atyre duhet t'u japësh në një këshill në një moment të përshtatshëm e me shumë butësi. Këshilla duhet t'u jepet të gjitha shtresave, si të pasurve ashtu edhe të varfërve. Por të pasurve, Mesih ibn Salam thotë se kështu t'ua përcjellësh mesazhin. Në këtë kontekst, ai përmend edhe shembullin e Hazrat Ibn Arabiut, i cili shkruan se pse Allahu e urdhëroi Hazrat Musa'in alayhis salam t'i fliste me butësi faraonit. Sekreti ishte se Allahu e dinte se në fund ai do ta pranonte besimin. Dhe vërtet në çastet e fundit të jetës së tij, pra kur po mbyte, nga goja e tij doli fjala amantu, unë besova, tha. कि फिरौन के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नरमी का सलूक करने की हिदायत क्यों की थी? Hazrat Musleh Maudi, pra Hazrat Kalifi i dytë i xhamatit, radhiyallahu anhu, në lidhje me tabligën, pra në lidhje me predikimin, sjell shembullin e Hazrat Jusufit alayhis salam. Ai tregon se kur Hazrat Jusufi alayhis salam u fut në burg, u futën edhe dy të burgosur të tjerë. Hazrat Jusufi
përdori një urtësi të veçantë për t'i tërhequr ata drejt vetes dhe për t'i predikuar. Me që ekziston të rreziku që nëse ai do t'u bënte thirrje drejt Zotit, ata do të kishin frikë dhe do largoheshin. Prandaj Hazrat Yusufi spari qetësoi duke u thënë se nuk do t'u merrte shumë kohë, por se do t'i lironte përpara se të vinte ushqimi. Ai e bëri këtë që ata të mos qetësoheshin dhe ta dëgjonin me vëmendje. Duket se Hazrat Yusufi nuk gjente shpesh mundësi për të bërë tablig. Ai e konsideroi si një mundësi pyetjen e të burgosurve lidhur me shpjegimin e ëndrave dhe kuptoi se po të bënte tablig përpara se t'u plotësonte nevojën, ata do ta dëgjonin patjetër. Më pas Hazrat Kalifi i dytë i xhamatit sjell edhe shembullin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, shembulli i parë ishte Hazrat Yusufit, të dytin le ta dëgjojmë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur profeti bëri deklaratën në fillim, deshi t'u bënte tablig, pra deshi t'u thirrte banorëve të Mekës drejt Allahut. Por ata shmangeshin dhe nuk dëgjonin. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam organizoi një darkë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam deshi të bënte dava, pra tablig, pasi ti kishte ushqyer, por pas buke, ata u ngritën dhe u larguan. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam përdori një mënyrë tjetër. Sërish organizoi një darkë, por kësaj here së pari i predikoi se përpara se të shtrohej buka, ata nuk kishin rrugë tjetër përveç se të rinin ulur duke pritur ushqimin dhe kështu ai gjeti mundësinë që t'ua përcillte mesazhin. Kështu, ky ajet na tregon metodën e predikimit të profetëve. Prandaj, duke i ndjekur ata gjatë predikimit dhe këshillimit, duhet pasur gjithmonë parasysh që prediko pa u bërë barr për të tjerët, pa krijuar vështirësi për ta. Ky është parimi. Të thuash fjalën tënde të drejtë, por në atë mënyrë që të mos ta rëndosh tjetrin. Në një kohë kur as që mund të mendohe se Evropa do ta pranonte Islamin, Hazrat Mesihu ibn Islami përktheu shkrimet e tij në anglisht dhe i shpërndau në Evropë. Kur Allahu i Madhrishëm i dha xhamatin, ai udhëzoi se xhihadi është një pjesë përbërëse e Islamit dhe nuk mund të braktiset kurrë. Ashtu si namazi, agjërimi, haxhi dhe zakati janë urdhrat e Islamit që duhet të zbatohen në çdo kohë, po ashtu është edhe xhihadi, është prej atyre veprave që duhet të zbatohet në çdo kohë. Kjo është pra mënyra e xhihadit në këtë kohë. Muslimanët e tjerë muslimanët e tjerë na akuzojnë se ne nuk bëjmë xhihad. Ne bëjmë xhihad, por mënyra ka ndryshuar. Pra muslimanët jo ahmedian na akuzojnë se ne nuk bëjmë xhihad dhe që kemi mohues të xhihadit. Ndërkohë që ajo që ne po bëjmë është pikërisht xhihadi. Ne po përcjellim mesazhin e Islamit përmes tabligës, përmes argumentit, përmes thirrjes. Në botë po bëjmë tablig për Islamin dhe Ahmediatin dhe përmes xhamatit Ahmedia po ua tregojmë njerëzve mësimin e vërtetë të Islamit. Ne kemi misione në Afrikë, Evropë, Amerikën e Jugut, Amerikën e Veriut, Australi dhe Ishuj. Për çfarë janë këto? Ky është pikërisht xhihadi që ne po bëjmë. Prandaj të thuhet se ne nuk besojmë në xhihad është e gabuar. Po, siç u thash më herët, mënyra e xhihadit ka ndryshuar. Hazrat Mesihu ibn Islam ka thënë se tani xhihadi juaj është xhihadi me penë. Majat e peneve tuaja janë majat e shpatave. Prandaj bëni xhihad me këtë. Kjo është puna e përhapjes së fesë dhe kjo është koha e saj. Dhe për këtë është e domosdoshme që ta bëjmë këtë xhihad, pra në këtë kohë. Prandaj gjithmonë duhet të jemi të angazhuar në xhihadin përmes argumentit, përmes penës. Prandaj duhet u themi muslimanëve të tjerë që na kritikojnë duke thënë se nuk mund të vinte kështu Mesihu premtuar selam ose deklarata e Mesihut ton të premtuar është e pavërtetë, që kjo është metodë e gabuar. Duhet t'u tregojmë nga Kurani dhe hadithet që ju vetë po prisni ardhen e Mesihut dhe të Mehdiut dhe njëkohësisht po e mohoni. Pra, në vend që të flasim me logjik, nëse hymë në debate gjuhësore dhe polemike, nuk do të kemi asnjë dobi. Duhet të themi se qëllimi ynë i vërtetë është që Islami të ngazhnjejë në botë, sepse profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka ardhur si profet dhe i dërguar për të gjithë botën. Sot
numri I muslimanëve është më pak se 1/4 e popullsisë së botës. उससे फायदा कोई नहीं होगा। Derisa ta sjellim botën nën flamurin e Islamit, si mund të themi se kemi bërë shumë punë? दुनिया पर गालिब कर Sot puna jonë është që të bëjmë këtë lloj xhihadi. Vetëm atëherë xhihadi ynë do të jetë I suksesshëm. आज Për ndryshe, xhihadi që duan të bëjnë disa musliman, जब तक हम दुनिया को इस्लाम के a është I dobishëm? नहीं ले आते Apo del në një rezultat? क्या कह सकते हैं कि हमने Nuk po del asgjë. Prandaj, ky është xhihadi që çdo antar I xhamatit ton duhet ta bëjë, për të cilin Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam na ka udhëzuar. Jo xhihadi me armë, I cili nuk po sjell asnjë rezultat për muslimanët. Muslimanët me xhihadin me armë kudo po pësojnë vetëm poshtrim, ndërsa ne duhet të përdorim mjetet e tabligës me argument dhe me urtësi dhe njëkohësisht të krijojmë kontakt me Zotin. करना है इसको इसको हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में हमें बताया। Pra ti përdorim të gjitha metodat që ka thënë Mesihu ibn Islam më sipër. Edhe misionarëve u takon që duke bërë terbijat edukim pra të antarëve të xhamatit të përgatisin një ushtri në thonjza që ta kryejë këtë xhihad me argument. U them misionarëve se mbi ta është një përgjegjësi shumë e madhe. Ata nuk duhet të mjaftohen vetëm me edukimin e xhamatit, por bashkë me këtë duhet t'i lidhin antarët me Zotin. Kur ta bëjnë këtë, atëherë t'u shtojnë edhe dijen, t'i përgatisin për këtë xhihad. Vetëm atëherë ata do të arrijnë të përmbushin betimin e tyre. Hazrat Musleh Maudi, duke I këshilluar misionarët, një herë ka folur se si duhet ta bëjmë tabligh dhe si duhet të jetë një misionar. Madje në disa raste ai ka dhënë këto këshilla. Ato janë të gjata, nëse krijohet mundësia, do t'ju tregoj ndonjëherë tjetër. Për momentin, po paraqes një përmbledhje të shkurtër të pikave të domosdoshme. Gjëja e parë është që një misionar duhet të bëjë është pastrimi shpirtëror. Ai duhet përpiqet për pastrimin e vet shpirtëror dhe pastaj të përpiqet që edhe në xhamat antarët të angazhohen në pastrimin e nefsit. Misionari ta ketë shprehi namazin e tahajjudit dhe t'i nxjisë antarët e xhamatit për ibadet. Vet duhet ta studiojë thellë Kur'anin e shenjtë dhe edhe antarët t'i drejtojë drejt studimit të Kur'anit. Kur të përgatisë thirrës drejt Allahut, atëherë stili duhet të jetë I tillë që misionari vet t'i kushtojë vëmendje dhikrit të Allahut, për kujtimit të Allahut, dhe ta drejtojë edhe xhamatin drejt kësaj detyre. Hazrat Kalifi I dytë vuri në dukje se edhe biblioteka personale është shumë e rëndësishme për misionarin sepse prej saj lind dëshira për lexim. Edhe pse leximi I librave fizik është paksuar në këtë kohë, në faqen e Al-Islam gjenden në formë elektronike shumë libra dhe shumë literaturë e xhamatit. Ata që nuk kanë mundësi të blejnë libra ose nëse nuk u krijohet shpejti ky interes, të paktën t'i kushtojnë vëmendje kësaj ane dhe të caktojnë një kohë të rregullt për studim. Pastaj, mbështetjen tek Allahu duhet të ketë shumë të fortë. Nuk duhet të kërkosh pëlqime nga njerëzit, por ta shohësh Allahun si burim të çdo gjëje, sepse përmes tij na vjen çdo e mirë. Duhet të forconi marrëdhëniet me njerëzit. Pra, PR-i ynë është I dobët për shkak të secilit fusha e tabligës mbetet e kufizuar. Edhe kësaj ane misionarët t'i kushtojnë vëmendje. Ka shumë pak misionarë që punojnë për t'i zgjeruar kontaktet. Kur të forcohemi në këtë drejtim dhe të krijojmë edhe ekipin ton për të ecur përpara, do të hapen gjithnjë e më shumë fusha të reja të tabligës. Gjithashtu, misionari duhet të ketë guxim për ta kundërshtuar të keqen me vendosmëri. Edhe kjo është një cilësi e rëndësishme që duhet ta ketë misionari dhe që duhet ta krijojë atë edhe në antarët e xhamatit. Qëndrueshmërinë duhet ta ketë shprehi. Nuk duhet të ndodhë që për 4 ditë të bëjë vepra të mira, të shfaqë një entuziazëm për tabligh ose për ibadet dhe pastaj ta harrojë. Përkundrazi, ashtu si misionari vet duhet të jetë I qëndrueshëm në këto gjëra, ai duhet ta krijojë këtë frymë edhe te antarët e xhamatit. Kur vet misionarët do të veprojnë, kjo frymë do të lindë edhe brenda xhamatit. Atëherë do të përgatiten thirrës drejt Allahut të tillë që do të jenë në gjendje të japin përgjigje të sakta njerëzve dhe nuk do të jenë në gjendje të dështojnë. Siç ka thënë Hazrat Mesihu premtuar selam, vetëm mësimi I gjuhës nuk e sjell mënyrën e tabligës. Gjëja kryesore është ta fitosh dijen për xhamat.
edhe meditimin dhe reflektimin duhet ta ketë shprehi. Po kështu edhe lidhje me Zotin, ka shumë gjëra që duhet të jenë te një misionar dhe ai duhet të përpiqet t'ia mësojë këto edhe xhamatit. Nëse kjo ndodh, atëherë mund të sjellim një revolucion të madh. Vetëm atëherë do të jemi të aftë ta ngrejmë flamurin e profetit sallallahu alaihi wasallam të gjithë botën. Dhe vetëm atëherë do t'i njohim muslimanët me realitetin që Mesiu premtuar dhe Imam Mehdiu ka ardhur dhe t'i ftojmë drejt beatit me të. Prandaj ka shumë përgjegjësi të cilave duhet t'u kushtojmë vëmendje dhe në këtë misionarët kanë një rol shumë të madh. Misionarët tanë kanë një rol shumë të madh. Allahu i Madhërisëm u dhon të gjithëve këtë mundësi dhe u dhon thirrësve të Allahut mundësinë që të fitojnë dijen e saktë, të krijojnë kontakt me Allahun dhe ta çojnë mesazhin e Islamit dhe të Ahmediatit në çdo cep të botës. हमारे मुरब्बियान को बहुत बड़ा किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक दे और दायाने अल्लाह को भी तौफीक दे कि वो सही इल्म हासिल करें, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा करें और फिर इस्लाम और रहमती पैगाम को दुनिया के हर कोने में पहुँचाने वाले हों। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر